nusja e vllaut kishte krijuar një lidhje jashtëmartësore me një djalë tjetër, i cili konsideronte një biznes, por me vite ishte pak më i vogël. Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, ja ku po ritakojmë sonte me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë një rrëfim të radhës. Sonte me ju do të ndaj një letër të dhimbshme. Një letër që është shkruar nga një motër e cila ndan në pengun e saj më të madh. Nga ajo që ka parë dhe pas vdekjes së vëllaut, ajo përjeton një traumë të madhe, përjeton një krizë, një ëndër që atë është duke çuar në panaroj. Një ëndër që atë po e nxjerr krejtësisht nga vetja. Përshëndetje Tiranë. Po të shkruaj këtë letër për të ndarë një shqetësim shumë të madh me ty, por edhe me publikun tënd. E mendoj shpeshherë që t'ja them ndonjërit nga familja ime, por mendja më shkon gjithandej. Mos më quajnë si të çmendur, mos më marrin si të çmendur, ose thjesht të më heqin qafe me një përgjigje. Por edhe po ta them është një e vërtet e tmerrshme. Unë jam 38 vjeç, jam nga Durrësi, por jetoj në Greqi. Para 4 vitesh, në një aksident automobilistik, unë e humba vllaun tim. Një humbje që tronditi jo vetëm familjen tonë, por historia e tij tronditi të tërë komunitetin. Nuk dua të rikthem në atë ngjarje se për mua është një trishtim i jashtëzakonshëm. Sa herë që ulem e mendoj, në kokën time rrotullohen gjëra të ndryshme. Mendime, pyetje, pikpyetje dhe gjithçka më tej. Thonë që martesa të zbukuron jetën, por jo çdo njeriu martesa e zbukuron jetën dhe ja ndriçon shpirtin. Vllau im u martua me një vajzë të cilën e deshti që në shkollë të mesme. Dashuria e tyre në fillimet ishte një libër i shkruar me fjalët më të bukura. Jetonin në lumturinë më të madhe, kënaqnin njëri tjetrin pafund. Ishin çifti që thonim gjithmonë mashallah se do i merrnim sysh. Por pas disa vite martesë, nusja e vllaut nga një femër e thjeshtë, e cila nuk kujdeseshte për veten, të thuash paleçar, filloi që të punon në një shitore. Që kur nisi të punon në atë shitoren, jeta e saj filloi të ndryshon në etapa. Përkushtimi drejt vetes, oraret e gjata në punë, prishja e lekëve në formë të madhe, parfume origjinale, taka të bukura, fustane dinjitoze, dhe gjithmonë ishte fokusuar më së shumti tek telefoni se sa tek vllau, dhe për të qëndruar më e qetë dhe më rahat, ajo vendosi që të largohet nga familja dhe të jeton e vetme. Kur po dilja në kafe me shoqet e mia, një fjalë popullore që thotë gjithë dynjaja e din po shtëpia nuk e dije, mundoheshin të më tregojnë një diçka, por nuk dinin se çfarë të më tregojnë. Më pyesnin se si e ka raportin vllau im me gruan e tij. I thoja shumë mirë. Kur një ditë, një shoqja ime që e kam tepër të ngushtë, më thret në kafe, edhe më tregon që nusja e vllaut kishte krijuar një lidhje jashtëmartësore me një djalë tjetër, i cili konsideronte një biznes, por me vite ishte pak më i vogël.
Nuk mundesha do ta besoj. Qielli më ra mbi kokë. Thoja me veten, si mundet? Atë ditë kam ikur në spital, kam marrë një sirum, nga që tensioni nuk po më ulej. Tentova 2 herë ta thrastin vllaun në telefon, por kishte një diçka brenda vetes time që më thonte mos e bëj. Dhe teksa unë e dija këtë të vërtetën tashmë, pasi që mikja ime edhe ma faktoi, kur shkoja tek vllau im të pi kafe, e shikoja atë nusen me një sy ndryshe. Dhe e shikoja se si po e gënjente tim vllau në sy. Ditët vazhduan, koha kalonte, javët po hecnin. Ajo vazhdonte me të njëjtin ritëm, saqë edhe vajzën të vllaut edhe të saj, i dashuri e mbante me dhurata, me veshje, me çokolata e me gjëra për fëmijë. Pas një periudhe 6 mujore, ishte natë e shtunë kur ne morëm vesh që vllau jon kishte ndruar jetë në një aksident automobilistik. Për mua kjo ishte dhimbje 2 fisht, sepse njëherë e dija që ai ndodhet në një mashtrim të madh, edhe unë nuk kisha guximin që t'ia thoja, dhe së dyti, ai ndroi jetë. Unë e përjetova shumë keq. Ajo e vazhdoi jetën, që në ditën e dytë filloi që të bën jetën e saj, pushimet verore, pushimet dimrore, sikur të mos kishte ndodhur asnjë gjë. Ndërsa unë rash në depresion, fillova të shkoj në për psikolog, dhe pikërisht kur unë e binda veten që ndoshta Zoti ka shkruar ashtu që unë mos t'i tregoj, filloi të më shfaqej një ëndër që çdo natë po më çmend. Është fytyra e tij duke më thënë, pse s'ma thua të vërtetën? Jam në një siklet jashtëzakonisht të madh. Nuk e di se si t'ja bëj, nuk e di se çfarë të bëj. Dua të marr mendimin tuaj. Nuk po fle asnjë natë e qetë. Kam një ankth që kur e shikoj shtratin më ka plon frika. Dua ta di pse më shfaqet kjo ëndër dhe çfarë fshihet në këtë ëndër. Unë mendoja që të mos e shkatroja të familje. Mendova që tash të anashkalohet si gjë, por mbeta as këtej as edhe andej.